aspekt financiar për te kostos është mendoj pa drejtë edhe e dëmshme edhe më shumë për shkak të ndërprerjes së punës me intensitet të shtuar që është vërejtur gjatë këtyre ditëve të fundit. Dhe për më tepër, zgjedhjet janë edhe të panevojshme për faktin se duket që nuk do të kemi asnjë rezultat të ri ose vështirë të presim ndonjë ndryshim tepër të madh që do të nxjerrte nga kjo situatë në cilën jemi aktualisht. Tani ne jemi të gjithë dëshmitarë që nga fillimi i afrimit të afateve për zgjedhjen e presidentit, Lëvizja ka bërë propozime të njëpasnjëshme. Kryeministri Kurti që para datës 5 mars ka ftuar parti tjera që qoftë të japin propozime, qoftë të deklarohen saktë se cili është konsensusi apo kompromisi që mund të arrihet. Për te kësaj kemi dalë me 2 propozime në mënyrë që të shmanget shpërndarja menjëhershme e parlamentit, ndërkohë që pas vendimit të gjykatës kushtetuese, tashmë së fundmi, Kryeministri Kurti ka ofruar Lidhjes Demokratike të Kosovës që të bashkëqeverissim, duke ofruar pozitën e dytë, pra atë të zëvendës kryeministrit dhe 4 ministri të tjera, ose që të udhëheqin me pozitën e kryetarit të kuvendit, kryetares së kuvendit. Të njëjtën ofertë pra për pozitën e kryetares së kuvendit e ka ofruar edhe për Partinë Demokratike të Kosovës dhe siç jeni në njëri, këto janë disa nga propozimet që ne i kemi bërë, ndërkohë që nuk ka asgjë konkrete se cilat janë specifikisht kërkesat e partive tjera. Pra ne edhe sot që flasim nuk e dim cilat do të ishin kandidatët që PDK-ja do t'i votante, nuk është dëgjuar asnjë emër konkret të flitet, nuk e dim se çfarë saktësisht nënkupton marrëveshja politike, sepse marrëveshja politike mund të jetë edhe marrëveshja për bashkëqeverisje. Pra në këtë situatë kur kemi disa propozime të njëpasnjëshme nga ana e lëvizjes vetëvendosje dhe nuk kemi asgjë specifike qoftë në kërkesa, qoftë në refuzim konkret të kërkesave, propozimeve që janë bërë nga ana jonë, atëherë unë konsideroj që kjo është situata që është e qartë. Dhe për më shumë, Lëvizja Vetëvendosje e deklaron vazhdimisht dhe jo vetëm që e deklaron, por e ka shprehë edhe gjatë angazhimit të përditshëm me intensitet të shtuar të këtyre kohëve që parlamenti duhet të vazhdojë punën sepse kemi pas më shumë se një vit humbje në vitin e kaluar për një situatë pothuajse të ngjajshme ku pas zgjedhjeve u rikonfirmua e madje patëm rezultat edhe më shumë të favorshëm për Lëvizjen Vetëvendosje. Andaj nuk mund të presim ndryshime të mëdha në zgjedhje dhe cila do prej partive që mendon që zgjedhjet janë zgjidhja e duhur për këtë situatë është gabim. I kemi dëgjuar deklaratat publike të liderëve të 2 partive, të zotit Hamza dhe të zotit Abdigjiki, në raport me diskutime gjithsesi me arritjen e një konsensusi. Gjithsesi, unë besoj që Kryeministri Kurti, sikurse gjatë gjithë kësaj kohe, do të angazhohet për të gjetur një zgjidhje, por për te kësaj, për të arritur konsensus, është e nevojshme që të ketë vullnet dypalësh. Po zgjedhjet e kanë një kosto, edhe është një kosto e cila ndikon edhe në buxhetin, por edhe në mirëqenien sociale të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ato para duhet të merren ndikon nga projektet investive dhe vullneti i shumicës po duket është që mos më bëj zgjidhje, po më pas zgjedhje. Sepse mos arritja një konsensusi që të kemi një president konsensual, është treguesi i qartë që shumica dëshiron një imponim tjetër i cili nuk përkon as me kushtetutën, por as me realitetin politik çfarë është në Republikën e Kosovës. Dhe nëse shkohet në zgjedhje, atëherë ka edhe kosto buxhetore të buxhetit, por ka edhe kosto buxhetore për qytetarët, për individet dhe për gjithë pa përjashtim. Po nuk është çështje oferte, është çështje serioziteti, është edhe çështje konsistencë në ato që deklarohet dhe thuhet, dhe që është qëllim i arritjes një konsensusi që të kemi president të ri të vendit dhe mos të hyjmë në krizë kushtetuese ose mos shkojmë në zgjedhjet e parakohshme. Po deri në momentin e fundit, unë personalisht mendoj që duhet të ketë vullnet, duhet të ketë qëllim, duhet të ketë mirëkuptim që maksimalisht tentojmë që mos shkohet në zgjedhje. Po nëse shumica parlamentare tenton të imponon vullnet të njanshëm,
ose emra puro politik, atëherë është vështirë që të kemi një konsenzus dhe vështirë të kemi president të ri në këtë fazë. Kosova i merë 2 goditje të mëdha, pra i ka 2 humbje të mëdha. Humbja e parë është pa dyshim lidhet me vetë stabilitetin institucional dhe me jetën e qytetarëve, për shkak se siç dihet mos zgjedhja e presidentit dhe bllokada që kjo qeveri po ja bën Kosovës me kryenishtësinë e vet për me marrë pozitën e presidentit është e paspjegueshme dhe krijon dëme të pariparueshme, dëme të cilat janë multimilionshme. Ndërsa në aspektin menaxherial të ditës së zgjedhjeve mbi 10 milion euro. Kjo situatë pasi dyshim nuk flet për asgjë tjetër përveç për shkak një papërgjegjësie totale dhe etjes për pushtet të zotit Kurti dhe qeverisë vetëvendosje. Opozita nuk ka çfarë të bëjë tjetër përveç të kërkojë një president unifikues. I gjithë diskutimi për president kur s'ka qenë për një president konsensual, as unifikues, ka qenë për me justifiku një marrëdhënie në mes të vetëvendosjes të dikujt në opozitë me një copë qeverisë. Debati nuk është për qeveri, debati duhet jetë për zgjedhjen e ngërçit politik, e ngërçi politik është te presidenti, jo tek qeveria. Kalendari është bukur i saktë, mos larti 45 ditë prej datës 27. Mundet me ndodhë që askush prapë nuk ta ketë shumicën prej 80-ve, mundet me ndodhë që krizat vazhdon, mirë po ajo që unë mund të them është se kjo krizë është dashur të zgjidhet tash. Nëse nuk zgjidhet tash, ne po hymë në shumë të panjohura që mund t'i kushtojnë shumë shtetit Kosovës. Nuk ka hik kryetarja ushtruese e detyrës presidentit. Afatet janë të sakta. Nëse do të ketë një proces të ri zgjedhor, një nga çështjet e para që do të trajtohet nga KSZ është planifikimi i buxhetit të nevojshëm për organizimin e tyre. Viti 2026 nuk është një vit zgjedhor dhe kjo do të thotë se në buxhetin vjetor të KSZ-s të ndarë me ligjin e buxhetit nuk ka mjete të planifikuara për zgjedhje të parakohshme. Në rrethana të tilla, pra gjithmonë nëse do të kemi zgjedhje, KSZ, ashtu siç ka vepruar në të kaluarën në situata të ngjashme, i drejtohet qeverisë Kosovës me kërkesë për mjetet që janë të nevojshme për mbulimin e shpenzimeve. Ne nuk mund ta dimë aktualisht se sa mund të jetë kostoja e zgjedhjeve të mundshme, pasi aktualisht nuk kemi ndonjë planifikim. Një shumë e tillë duhet të miratohet nga KSZ dhe kjo do të ndodhë vetëm në rast se do të kemi pra një proces zgjedhor. Buxheti planifikuar nga KSZ për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur më 28 dhjetor, ishte në vlerën e mbi 11 milion eurove, ndërkaq sipas raporteve të deritashme, por që nuk janë përfundimtare, shuma e shpenzuar është rreth 7 milion euro.